Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. E di kam bërë mungesa dhe e di që shumë nga ju jeni mërzit që nuk ishte vlog mas I rregullt. Fillovi mirë, por rrugës, duke qenë se bërëm udhëtimin, duke qenë se ishte një udhëtim I shpejt dhe dohim... He Allah! Topi vajt. Ku vajti topi? Hajde që këtu t'i thuaj një përshëndetje Allah. Hajde mala këtu të thuaj. Nopa mirë, hajde. Dhe këtu përshëndetje thoj. Ka lirë buzën e ga? So bukur Allah. Shumë bukur Allah. Ja këtu të ja këtu me ergën. Dhe si që thash duke qenë se kishim udhëtimin dhe donim dhe ta shijonim sepse ishim pak ditë, nuk arrita që të bëj vlogmas çdo ditë, sepse o do editoja, o do shijonim qëndrimin në Lapland. Jemi knaq pa fund, kam mbetur edhe një video tjetër e fundit që bjega, që nuk e kam postuar. Opa! Por më shkruani në koment nëse doni dhe vazhdimin dhe fundin e udhëtimit, ishte shumë bukur, ishte një vend magjik dhe mos ishte Noa Travel. Nuk do më kishte vajt mendja që të shkoja në Lapland, nuk e prisja që do ishte aq bukur, ishte vërtet si pralla, ishte shumë bukur. Ala, ullet tu. Tullet ala ty. Dhe thash, me që nuk isha aktive në vlog, mas dhe nuk bëra çdo ditë video, siç kemi bërë vitet të tjera, se dhe kur u kthyem kam qenë gjithë ditën te puna, nuk është se kam bërë gjë interesante që të bëja video dhe ju t'ju tregoj të njëjtat dhe të njëjtat më duket pa kuptim. Kështu që thash sot hapa një video sepse ka ditëlinjën babi Donit dhe I urojmë 100 vite sa më të lumtura pranë nesh. Do shkojmë dhe të ta festojmë, kështu që do shikoni dhe grupin e Korfuzit, do shikoni gjithë njerëzit, do shkojmë dhe të festojmë. Unë sapo bëra gati te eliksiri, flokët dhe make-upin. Tani do marrim rrobat të marr me vete që t'i vesh atje sepse dua gjatë rrugës të rrudhosem. Kështu që jemi gati t'ikim. Eka, t'ike alla, do vi papa la mil. Ky dhe këndon Magele. Pa hektru. Ne sapo u nisëm dhe kemi këtu para këtë këngëtarin. Agelo e ka shumë qejf këtë këngëtarin kur këndon, e? Agele? Si the? Për këngët që dëgjon babi? Nuk se majmen, për zotën. Se man me të? Më ta shifone. Qa I the ti mo doni? I thash më të vesh të moshën time, do t'i dëgjosh këto këngët. S'ka shans të. S'ka shans, tha. Mirë tha që si të gjoj, tha. Po ti, mirë që I dëgjon, tha, po ti dhe I këndoni, the, Po. Pse Magele s'pëlqejna? Jo. Pse Magele? Qa këngë pëlqejnë ty, do më thënë? Normale. Normale, cilat janë normale si pas ti? Vedom këngë të Noizit? Jo, s'ne gjej Noizit. Noizit është ky fanci ma I Noizit. Ke këta fancin e Noizit. Po, e kemi fanci të zjartë, doni, ne? O, Agile, vjen të bashkia Noizi me datë 27, a do t'a qosh babin? Do me shumë. Këto babi do më qoja, a gjelu mo. Qoja atjet. Jo, thash kështu, ta vej surprize, e ke qef pra taj. Ma kuj surpriz të më qoja a gjelu. Nuk jo se biletat janë me lek që mi më surpriz, ma alas, thjesht me ecke. Po jo mo një tavolin ati afër skenës, ja bësh qevit jetë afër Noizit, Magele. Me datë 27 vjen Noizi këtu. Përshëndetje. Të me 100 vjeç, që gjithmonë I lumtur dhe I gëzuar në këtë botë. Jetë gjatë dhe lumtur buri. Ta shpreh si ta shpreh, unë tash unë I di, nuk di si ta shpreh. Pesa kore më E më të shmonë rajda.
Kela. Kemi ardhur në Vlorë edhe jemi të tërfisi këtu. Dje ishim të Gdasma, themua, të ditëlindja e babës. Ishte shumë bukur. Kalove bukur? Po, ti? Edhe unë shumë bukur kalove. Nëna, kalove bukur, dje. Baba, kalove bukur dje. Baba, kalove. Kalove bukur. Ishim bledhur atje të tërë, të bërëm dhuratat. Po ti nëna? Nëna, po ti si kalove? Unë e vetë beotë të brodja nuk më gjoj. Po ti Eleni, kalove bukur dje? Si kalove? Jo, pse? Si kalove dje? Shumë mirë. Shumë mirë. Po nëna ku? Nëna me takat dje, nuk jo që takat nga këmbët. Qa 2 orë, 3 orë, nuk jo që takat nga këmbët. Daloj. Neve që jemi 20 vjeç më shumë lodhemi na nëna që është 60. Unë vdi që nga këmbët dje. E u vdi që. 5 jas të vlogori. Ja. Eleni, qa po pinë? Eleni. Pastaj bukur që... është shumë i bukur. Glikuli. Shiko kur e prek nga di qak. Shiko qa lëkure ka. Të është pelur shatë. Këndona, janë ardhi vitjeri. Jemi akoma në Vlorë. Ora është 1:36. Akoma s'kemi ikur, unë akoma me make-upin e tjeshëm. Unë e hoqa me Elin. E hoqa me sapun duarsh. Akoma me lakun edhe extension. Me zi prestikin shpitani dhe të heq gjithë të grim. Jo, Ana, ç'kemi, s'na ke fol fare. Ku jeti, ku ke humbur? Se s'kemi parë. Ku do të shohim? Ku jam unë? Ja, dhe ky personi që pivi pak më shumë se duhet dje. Edhe fillovi dhe këndonte dridhe, moj balja me dridhe. I këtë requr ato që këndon dhe janë. Normal. Na u bë këngëtar njeri. Tani do fillojmë të kërkojmë autograf ty. Sa nuk jep? Është personale. Boda Xhupidez me kafe. Tër kafe. Tër kafe. Çfarë bëra unë tani u bëre ti? U bëra dhe unë bis. U bëra dhe ti? U bëra kur ula poshtë. Jemi familje shumë e madhe. Jemi diku 20 veta. Ne as autobusi nuk na zë. Kudo që shkojmë do me them bëjmë zhurmë. Kështu që... Po e qëpati? O qa bëjka. Se nga cmoni, që Kam qëna mbrapa. Jo, s'kegje, hajde. Qa këshalë se mos të ngjitën oj letër? Qa? Sa të poshtër janë. A nuk rritën kur këta? Kur? Do jenë gjithmonë pa pjekur. A, sa kilo asa? A kilo një. Ua, pa. U Titika, hajde Titika, se s'kemi parë fare në vlog këtu. Po ku jeri Titika? Ja, këtu jam. Përshëndetje. Si ke qenë, si ke kaluar? Kam qenë shumë mirë, jam kënaqur. Si kalove dje? Jam kënaqur edhe ti. Të mori intervistë Kela? Jo, të mori, shkam. I pyeta të gjithë, thot Kela. Vetëm magazin nuk pyeti. Pas mos ka pyetur. Po pyeta si kalova. Vetëm pamën e nënën. Po ti dhe pyeta që. Ikëm, hajde, ikëm. Përpafshim. Ku? Po ikëm të Po i ka, unë ikëm shkone. I dhash kamerën e Kelës dhe sepse këta bërën disa intervista këtu në Vlorë, pyesnin njerëzit si është jeta në Vlorë dhe kështu. Edhe po i bënin kështu me telefonin e Arita, me telefonin e Betës, nuk e di kot. E i them, okej, bërë që e bërë, thashëm, si se bërët vlog, thash këtë. Dhe thanë këta, okej, po e bëjmë, tha, sa shkuan këta, pastaj e lanë këtë. Nuk pranuan, tha të tjerët. Që të dilni në YouTube për të bërë video. Nuk pranuan. Pse këtu njerëz të Vlorës nuk pranonin dhe jepni një mendim të sinqert për vendin që jetoni, ju pëlqen, si u duket gjërat. Dhe kështu me radhë. Sturnë. Këtë kompleks nuk është se e ka në Greqi, këtë të mirë kanë ata Grek. Nuk i kanë. I flet rrugës, për shembull, i
pyet për çdo gjë me kamë. Që kishim Që bërëm atë challenge. Po, edhe kishim vënë dy vajza që për të kënduar që kishim vënë. Ua, për zotin kam qef kur të vim herës tjetër ta bëjmë përsëri këtë challenge. Që ndalonin ta bënin autostop me makinën, Jani me Elin. Agilo I thoshte je shumë e bukur njerëzve, a je shumë. Ç'a I thoje o Agile? Me rock duhet është. Ti përqafoje, po. Ua, duhet ta bëjmë prapë. Ose njëra kishte pyetur se kishte para. Që ta bësh këtu shkosh ti përqafosh njerëzit tu do të rrajnë. Ti vesh të Shqipëri. Erdhëm te shtëpia në Vlorë. Nuk e di e kam treguar në një shtëpi në Vlorë këtu. Erdhëm tek shtëpia në Vlorë. Agelo. Sa kohë ke ardhur këtu? Kjo është shtëpia e Dezës, e Jona dhe e Nardit. Këtu janë qizët e mje që kam bjerë në Korfuz. Si janë prishur, a? E di ku I kam blerë këto? Kur? Te dyqani ku punonte Katerina, që punonte Bona. Ti lesh? Që janë, si kallçuke këto? Po, Ili! Kjo ka qenë Agilos. Ja, zire? Ua, sa vite kam parë këtu, tani janë gjera të hedhura këtu. Janë ca kupa të mia aty. Po shikoj beben. E mbaj mendun që kishte ca gjëra dhe vija lart Pa kripi po haj. Jo. Ai kene. Futë tu. Ai shikoj, futë tuja. Ku pusta tua? Kam bëjna, Kalena po mos është tonifikuar. Po I tonifiko? Lodrat. Ai, uli bebi. Bebi, moj bebi. Mere me vete. Është bebi ka qenë më I madh. Ka qenë në mendjen tënde jetë më madhe Eli. Unë sa pis janë. Mere me vete. E shikoj çiki. Mere për ta lar. Merr që ta lash në shtëpi. Jo, no, se Eli vetëm atë. Ku është? Bebi, baba, bebi. Se për të. Këto Eli, këto janë pikturat tuaja të para. Pikturat pa fam. Robat e Elit, janë Ke fare robat e Elit ku ka qenë e vogël në shtëpinë. Ja, Jo mirë ciao Dez. Shiko. Nuk jam prishur. Sa të bukura, Merica me vete. Elidon Çollak. Eli. Edhe unë vogël duke më vogëla. Edhe unë po di që më ndonë shumë koka një. Na hangër me si. Na hangër me si. Këtu është deti. Atëherë, jemi ditën tjetër të vlogut, dje erdhëm vonë dhe duke qenë se isha në timon, nuk bëra vlog, erdhëm në shtëpi, u futa bëra banjo dhe pastaj hëngrëm bukë dhe fjetëm, kështu që nuk pata kohë që të vazhdoja vlogun. Tani, duha të bëjmë një unboxing bashkë, një sekond. E shkova te puna në mëngjes dhe shikoni se ç'a gjeta, më kishte dërguar Noa Travel këtë surprizën kaq të bukur. Shikoni sa super paketim. Edhe karta këtu, gëzuar festat saudeza. Qof 2026, një vit plot dritë, shëndet dhe udhëtime që ju afrojnë me njerëzit dhe vendet që doni më shumë. Faleminderit që ndani udhëtimet tuaja me ne. Është kënaqësi që kemi pjesë të familjes sonë të udhëtimeve. Shumë faleminderit Ina, I vlerësoj pafund vajzat e Noa Travel për gjithë këto vite që udhëtoj me ta, që kur kam filluar YouTube-in, unë vetëm me Noa Travel udhëtoj. Tani, ta hapim sepse mezi pres, të shikoj. Nuk jetë kesh në fakt të prish paketimin, është super paketim. Sa super e bukur është. E duhet jetë verë. Sa e bukur që është. Nuk jenë kesh ta prish paketimin vërtet, më duket se është verë, po. Do të hapim për vitin e ri. Shumë faleminderit për këtë dhuratë, është shumë e bukur.
Dhe shumë e shishme, sepse pakoja tjetër duhet ketë panetone. E vlerësoj pa fund këtë gjest dhe vitin e kaluar më kanë dërguar vajzat kështu për festat e fund vitit, ju që më njihni kohë, ju që në ndishni do më thënë dhe vitet tjera e dini. Dhe më vjen shumë keq të prish paketimin. Duket se është panetone, në fakt, më duket. Duhet ka qenë ndryshe paketimi. Ua, sa paketimi bukur. Këtu kemi panetonen dhe këtu kemi, mbaj mend që kjo ka qenë kështu një si spruc që i vendos i jep panetonës dhe i jep të një shije dhe një aromë fantastike. Sa e bukur është, si më vjen keq ta prish. Ajo, kjo është ndryshe. Nuk është si ajo. Është ndryshe. Më duket se kjo ishte si stik, si luk, edhe tjetra më vjen pistaqio, çfarë më tjetra? Ua, sa keq më vjen ta hap. Atëherë nuk më durosh edhe e hapa, pra është kjo thika këtu. Shikoni sa e bukur është, që kjo ngelet dhe kujtim pastaj. Dhe këtu, kjo këtu është pistaqio, këtu është panetone. Edhe këtë mendoj ta hapim për vitin e ri. Ja, këtu është pistaqio. Them t'i hapim të gjitha këto për vitin e ri më mirë. Do hapim tani, shikoni që do hapim. Do hapim më në fund Dysoni. Kur ishim në Greqi herën në fundit që vajtëm për koleksionin e Angelit, e kisha vendosur, thash, kam pritur 2 vite dhe dua më në fund të blej Dysonin fshes, se atë farkën e kemi. Këto janë aksesoret, ka pa fund aksesore, në fakt unë nisa për markë tjetër, por përfundova të kjo pastaj, sepse nuk isha e përgatitur për këtë markë të Dysonit. Dyson kam dashur që në fillim, fakt, por duke parë edhe të tjera më ekonomike, thoja, ok, që do të marr një më ekonomike nëse bëjnë të njëjtën punë. Por kur vajta në Greqi që pyeta, më thanë që ky jashtë për fshes dhe për larje që t'i bëj veç e veç, kjo është më e mira. Tani doni të na e montoj. Të duhet kjo. Jo, fshesa njerë, pasaj edhe. Fshesa, kjo është qelando, i tregoj tani se ka aksesore pa fund. Fshesa, kjo është fshesa. Po, ajo është fshesa. Edhe e di qatë mirë kishte kjo të në tha. Mbledh Kjo qimet. gjeja, po edhe i pret qimet. Po, pra e shëtë i Kupton? kaptuj. I pret, jo i mbledh, po i pret. Pra nuk krijon atë kështu si fshesat e tjera. Kjo që është? Gjithë ideja është kjo këtu. Kjo këtu. Sa rëndë? Qënë kjo ka karikim kjo? Ja? Lere se ma shesha të të fara. Dhe tani se kjo Jam e registruar. E këtu. Shikoni tani këtu. Ka në qa grade do të vendosësh. English. Jo, English. Tani është, si është këtë tani? Ok. Nuk e di, është touch kjo. Vazhdo, bëjti. Apo ke montuar? Po, si t'ja qoj atë? Ka, janë, jere? Shpetsin. Baba, du t'jetë më lartë, apo ka që? Jo, më ka që ka, se ka më lësë. Kjo nuk shtjetë. Kjo nuk shtjetë. Mos është për parketin në? Gjetë për parketin, se kjo. Ua. A si duket, është mirë? Ja, ta provoj një?
Po këtu në tapet, jo, duhet të ketë tjetër për tapet kjo. Ajo është më dëmë. Këtë tjetër për tapet. Po këtë të qajnë? Kjo është javore kapak, është e asaj. Po këto të qajnë? Kjo është e Po është e tjetër, more. Ajo duhet jetë për tapet. Ajo është për tapet. Kjo të tjetër për Ja, ajo duhet jetë për tapet, se kjo është për shumë. Vetëm një këshu kap, a i sjerë? Po, kjo është për tapet. Po, drita të trekun që aty ka fruar, pa fruar. Ashtë kollaj ka përdorëshë? Them të mbyllim këtë vlog këtu, ne do shihemi në videon e radhës, ju mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të bëni like, mos harroni të shtypni zilin që t'ju vinë notification sa që postojmë video, na shkruani ide që doni video në vazhdim se çfarë të bëjmë, dhe ne do shihemi në videon e radhës. Pashim angels!